Prej rasteve interesante nga historia islame është se urtësia është një emir të cilin e merr besimtari kudo që e gjen atë. El hikmatu dallatul mu'min fa ayna wajadaha fa uhaqqu biha. Urtësia është gjë e humbur e besimtarit, ku ta gjen atë e merr. Nuk është më rëndësi kush e thot, më rëndësia është a është e saktë. Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e mori të vërtetën nga iblisi i mallkuar. Andaj edhe muslimani duhet vazhdimisht me ndjek urtësinë, edhe me ndjek të vërtetën, edhe saktën edhe me e marr. Një ditë për ditëve Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafiu mbajti një hutbe. Hajjaji ishte njeri zullumqar, tiran, kishte mbyt ulema, edhe burra të mirë, edhe se kishte gale 5 pare si bënte. E mbajti një hutbe edhe me sjerave tha: "Amma ba'd, fa inna Allah qad kathana ma'unat ad-dunya wa amarna bi talab al-akhirah." Fa Allahu na ka mjaftuar të mirat e dunjos. Ai na i ka garantuar neve të mirat e dunjos. E ka kërkuar prej neve që ta kërkojmë ahiretin. Falejt Allahu kathana ma'unat al-akhirah wa amarna bi talab ad-dunya. Sikur të ne kishte garantuar Allahu ahiretin, e të ne kishte angazhuar neve me kërkimin e dunjos. Tha Hasan Basriu, që ndëgjej këtë hutbe, tha: "Dalatul mu'min inda fasiqin falna'khudha." Tha kjo fjalë e urtë që det për këtij zullumçari fasiku, tha duhet ta marrim ata. Andaj nuk e la këtë fjalë të urtë pa e respektu, pa e marr. Edhe pse e thot një njeri zullumqar, një njeri që ka derë gjakun e ulemave dhe muslimanëve të devotshëm, por tha fjalë e urtë, besimtari tha duhet me marrë këtë fjalë të urtë. Gjithashtu, kur ndëgjej një fjalë të ngjashme se kjo nga Hajjaji Imam Shabiu, a Imam Shabiu ishte hoxh i madh i hadithit dhe ai nuk shkruante, zakonisht i mësonte gjërat përmendsh. Edhe nuk ishte i njohur prej tij se ai shkruan. Mirë po një rast e ndëgjoj Hajjajin duke marrë një hutbe ku theke: "Inna Allah kataba ala dunya fana." Allahu dunjan e bëri kalimtare. Wa ala al-akhirati al-baqa. E ahiretin e bëri të përhershëm. Fala fana lima kutiba alayhi al-baqa. Ande s'mundet me përfundu ajo që Allah e ka bërë të amshueshme të përhershme. Wala baqa lima kutiba alayhi al-fana. Dhe s'ka mundësi me mbet ajo që Allah e ka shkruajtur me përfundu. Pas e thot: "Fala yaghrannakum shahidu ad-dunya ala ghaib al-akhirah." Mos t'ju mashtron ajo e pranishme e dunjas, e t'ju largon nga ajo që nuk është e pranishme pra ahiretit. Wa aksiru min al-amali li qasr al-ajal. Edhe ymiti pak më të shkurt bëjnë, sepse afati e gjeli është gjithashtu shumë afër. Këtë fjalë kur ndëgjoj Imam Shabiu rahimahullahu taala tha: "Kalamu hikmetin kharaja min qalbin kharab." Tha fjalë e urtë që ka dalë nga një zemër e shprast, nga një zemër e rënuar. Fa akhraja alwah fa kataba. Edhe i nxori ato mjetet e shkrimit asaj kohe dhe e shkruajti këtë fjalë. Andaj çudia shtohet në këtë rast kur e dimi, sikur se thash pak më herët, se Imam Shabiu nuk ishte për atyre që shkruante, pse ishte imam që jep ke mësim, ama këtë fjalë të Hajjajit e shkroi. Paramendo neve sot nëse krahasohemi me këta ulema, sot na nuk shkruajmë as mësimet e dobishme, as mësimet e rëndësishme për ulemave të mirëfillt e devotshëm, e mos flasim domethënë me marr urtësi për atyve që janë gjysmak e që nuk janë të plotë. Pse? Se dembelia na ka mbritur në kulm, edhe përtesa na ka dominu, edhe vullneti na është dobësu dhe kemi met larg